Më 13 qershor, Kosova do të jetë një hap të rëndësishëm drejt konsolidimit të sigurisë dhe aleancave ndërkombëtare, përmes nënshkrimit të një marrëveshje historike në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo marrëveshje kornizë dhe para e këtij lloji mes Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës dhe Departamentit të Mbrojtjes së SBA-s shënon jo vetëm forcimin e lidhjeve dypalëshe në fushën ushtarake, por edhe një konfirmim të qëndrueshëm të mbështetjes amerikane për sigurinë dhe zhvillimin e institucioneve të mbrojtjes në vend. Lajmi u bë i ditur nga ministri në detyrë i mbrojtjes Ejup Maqedonci, i cili e cilësoi këtë marrëveshje si një moment historik për ushtrinë dhe sovranitetin e Kosovës. Ministri shtoi se kjo marrëveshje përfshin bashkëpunimin në prodhimin e sistemeve të armatimit dhe municioneve së bashku për SBA-n. E bazuar në këtë marrëveshje, si mund të ndikojë kjo marrëveshje në ekuilibrat e sigurisë në rajon, veçanërisht në Serbi dhe interesat ruse në Ballkan. Në lidhje me këtë temë ka folur eksperti i sigurisë Bedri Elezi. Ai thotë se marrëveshja nuk është thjesht një dokument formal, por një hap konkret drejt hedhimit të bashkëpunimit dypalësh në fushën ushtarake. Kjo tregon se Kosova po rrit besueshmërinë e saj si partner e SBA-s në fushën e sigurisë. Gjithashtu shpreh se qëllimi kryesor është profesionalizmi i FSK-s, që do të thotë trajtime, ngritje kapaciteteve dhe modernizimi përmes pajisjeve ushtarake. Një hap ky drejt ndërtimit të një ushtrie funksionale sipas standardeve kombëtare. Ndër të tjerash, eksperti theksoi se FSK do të përfitojë trajtime dhe armatime moderne nga SBA-ja, kryesisht për qëllim mbrojtje dhe në përputhje me planet strategjike të Kosovës. Po ashtu do të ketë pajisje ajrore të ngritura në njësi të reja, që do të trajtohen edhe në bashkëpunim me NATO-n me synim forcimin arfëgjat të kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Ndërsa eksperti tjetër i sigurisë Fatjon Sofa ka theksuar se më 13 qershor 2025, Kosova dhe SBA-ja do të nënshkruajnë një marrëveshje të rëndësishme në fushën e mbrojtjes që synon forcimin e bashkëpunimit ushtarak dhe strategjik. Më 13 qershor 2025, Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të nënshkruajnë një marrëveshje historike për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Kjo marrëveshje do të shënojë një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ushtarak dhe strategjik mes dy vendeve. Tutje Sofa përmendi ndikimin që kjo marrëveshje do të ketë në rajon, forcimin e pozicionit të Kosovës, si dhe shqetësimin që Serbia ka shprehur. Nënshkrimi i kësaj marrëveshje pritet të ketë ndikime të rëndësishme në ekuilibrat e sigurisë të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në 3 drejtime: forcimi i pozicionit të Kosovës, reagimi i Serbisë dhe balancimi i fuqisë në rajon. Në fund ai shtoi që marrëveshja Kosovë-SBA është një hap strategjik që forcon kapacitetet mbrojtëse të Kosovës dhe ndikon në sigurinë rajonale.